Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një intervistë ndryshe, e them ndryshe sepse nuk do të diskutojmë për aktualitetin politik siç bëjmë shpesh, por do të flasim më shumë për shpirtin, për energjitë. Me ne është bashkuar trajnera shpirtërore, zonja Sonila Vogli. Zonja Vogli, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Energjitë janë shumë të rëndësishme. Ju merrni me ta, i studioni, si mund ta dallojmë një energji pozitive nga ajo negative? Si mund? Ne jemi të krijuar me të dyja llojet e energjive. Kjo botë është duale. Kështu që ka edhe në energjinë pozitive edhe energjinë negative. Ajo që ne duhet të kemi parasysh është që mos të mbushemi shumë me këto energjitë negative që janë gjithandej për rreth nesh. Janë në të gjitha ambientet, në personat që ne takojmë për ditë, në ata me të cilët interagjojmë. Kështu që duhet të kemi parasysh që ne të jemi në qendrën tonë. Edhe të jemi sa më pozitiv për veten tonë. Si mund ta kuptojmë që jemi prekur nga energjia negative ose më saktë jemi rrethuar nga energjia negative? Zakonisht ka disa simptoma që shihen. Mund të jetë lodhje më e madhe që nuk ka një kuptim fizik, mund të jetë dëshirë të mos bësh asnjë gjë, ndjehesh më negativ, se zakonisht më pesimist për situatën që je duke jetuar, edhe pse në të vërtetë nuk duket sikur ka arsye reale për të qenë për të ndjerë kështu. Sidomos ajo pjesa e lodhjes, se të dashurit të flesh më shumë apo të pushosh më shumë, tregon që je pak më i mbytur nga këto energjitë negative. Një person lind me këto energji apo i fiton rrugës gjatë jetës për shkak të rrethanave nga më ndryshme? Siç e thash, ne jemi në një botë duale, kështu që lindim me një predispozicion energjetik. Kjo nuk do të thotë që është energji negative apo pozitive. Në Ayurved shpjegohet që ne jemi trupi ynë është i krijuar nga disa lloj trupash. Janë 5 trupa të tërë. Dhe i vetmi që ne shohim është trupi fizik, trupi energjetik, trupi mendor, ndikojnë shumë në ato që ne quajmë energjitë pozitive dhe negative. Nuk mund të bëjmë pas njërën nga këto dy energji. Ne kemi 7 qendra energjetike kryesore në trup, që janë ato që quhen çakrat, qendrat e energjisë. Në qoftë se këto janë të hapura apo të mbyllura në një farë mase, dim sa energji pozitive apo negative kemi. Thënë këto, sa ndikojnë mendimet tona në energjinë që ne transmetojmë? Ka të bëjë çdo gjë me mendjen? Në të vërtetë, po. Sepse një nga ata trupat që përmendëm, nga ata 5 trupat, është ky trupi që quhet trup mendor, Mano Maya Kosha. Trupi mendor i përfshin apo i mbulon edhe trupin fizik edhe trupin energjetik dhe krijon atë kontrastin. Sa më negativ je apo sa më pesimist je, sa më i mbushur je me mendime të këqija, aq më i zi është ky kontrast, bëhet gri ky kontrast. Sa më i pastër është mendja, sa më i qetë është mendja, aq më dritë lë të hyjë, bëhet më i bardhë ky kontrast. A besoni që ekzistojnë njerëz që thithin energjitë të tjerëve, qofshin ato pozitive ose negative? Po, ka persona që mund të kenë trauma të rënda, që mund të kenë nevojë që nuk ja dalin dot që të përballojnë momentin me energjinë që ata kanë. Këta persona atashohen, ngjiten ndaj personave që kanë një energji më të lartë, që janë më të pastër, sepse përfitojnë nga fakti që këta persona të tjerë kanë një energji më të lartë dhe mbijetojnë në një farë mënyre me energjinë e tjetrit. Si vjen kjo energji? Nga universi apo ka të bëjmë me gjithë secilin për ne varet se si duam neve që të ndihemi, duam ne si të mendojmë, duam ne si të përballemi me situatat. Është më e madhe se sa ne apo ka të bëjë me ne? Ka të bëjë shumë me ne, është më e madhe se ne. Janë të dyja gjërat në të njëjtën kohë. Ka për shembull vende ku ne mund të shkojmë, siç mund të jenë vendet e shenjta, ku ne mund të shkojmë për të mbushur me një energji që është energjia e universit, për të pastruar nga ato energjitë negative që mund të na krijohen apo mund të mblidhen në trupin ton. Në qoftë se ne jemi aq të fortë, të përballemi me të gjitha gjërat që na hedh jeta përpara, sepse ne jemi duke jetuar në këtë dualitet, atëherë kjo energji buron edhe nga brenda nesh. Ne jemi në gjendje që të lidhemi dhe me energjinë e universit dhe të përdorim atë energjinë që është e jona, personale. Kjo energji personale arrihet të rritet ose të zvoglohet në bazë të çfarë ndodh edhe për qark nesh edhe brenda nesh. Ambienti ku ne qëndrojmë në shtëpi, qoftë edhe në punë, ndikon tek energjia?
ndikon ka një shkencë më vete që studion ambientin dhe energjinë e ambientit, quhet geobiologji, dhe është se si toka në atë vend është e krijuar. Nga toka rrjedhin energji pozitive, dalin energji pozitive apo energji negative. Një herë një kohë të parët tanë përdornin mënyra të ndryshme për ta matur këtë energji edhe ku të ndërtonin një shtëpi. Ne sot e kemi harruar një çik sepse duhet shohim se ku mund të ndërtojmë, jo se ku duhet të ndërtojmë. Po është shumë e rëndësishme se çfarë ka në tokë. Edhe kjo është një pjesë kryesore për energjinë e një vendi. Siç thash, ka vende të shenjta, siç mund të jetë një kishë ndërtuar në një pikë të shenjtë apo një xhami ndërtuar në një pikë të shenjtë, apo tempuj të ndryshëm, siç mund të jetë mali të Morrit, për shembull, vende të ndryshme që kanë një energji shumë më të madhe. Edhe atje energjia është pozitive dhe duam apo nuk duam, ne pastron energjinë tonë. Një fakt tjetër i energjisë së ambientit se ku ti jeton është se çfarë njerëzish kalojnë në atë ambient. Nëse këta persona sjellin energji pozitive apo energji negative, nëse ti që jeton në atë ambient, për shembull në një shtëpi, je në gjendje që edhe kur personat negativ largohen nga shtëpia, ta pastrosh ambientin nga ajo energji. Edhe të kesh ta ribësh tënden, ta ribësh pozitive për veten tënde. A mundemi të më thënë që neve mund ndërtojmë një shtëpi mbi një varrezë ndoshta shumë shekullore, shumë mijëra vjeçare, duke qenë se toka ka miliona vite që ekziston dhe ne nuk e dimë se çfarë fshihet nën tokë. Janë ngërmimet arkeologjike më pas që zbulojnë. A ndodh që nëse neve bëjmë një veprim të tillë, të jemi të rrethuar gjatë gjithë kohës nga energjia negative për shkak të ngarkesës që ajo mbart? Po, në vendet ku ka vuajtur shumë njeriu, apo ku historia tregon që për shembull mund të ketë pasur vrasje të mëdha gjatë një lufte, derdhje të madhe gjaku, është mbledhur një energji negative në atë vend që kush jeton mbi atë vend e vuan në një farë mënyre, mbushet me atë energji, sepse toka vuan, le të themi, në atë vend. Dhe po qëse është mijëra vjeçare, pak a shumë ajo energji mund edhe të jetë shtëruar, energjia negative, le të themi, sepse toka është në gjendje të rigjenerohet dhe të rikrijojë energji pozitive. Por duhet bërë një matje, duhet parë. Sa të lidhur duhet jemi me natyrën për të ngarkuar veten me energji nga më të ndryshmet, qofshin ato pozitive dhe negative. Në këtë rast energjia pozitive, pra me tokën, me ujin, me diellin, sa të rëndësishme janë për ne? Si ne përdorim ujin për të larë çdo mëngjes, apo sa herë që ne bëjmë një dush, se mund të jetë mëngjes drek e darkë kohët e fundit, kemi nevojë edhe që të lidhemi me elementë të tjerë të natyrës, siç është era, siç është uji i kripur i detit, siç është dielli, siç mund të jetë zjarri, siç mund të jetë pemët, toka, bari, të gjitha këto thithin nga ne apo pastrojnë tek ne energjinë negative dhe mbushin trupin ton me energji pozitive. Zjarri përmban energji pozitive apo është zjarri djeg, përmban energji pozitive, sepse djeg të gjitha ato që është superflue, që është e tepërt në trupin ton, dhe ato janë energjitë negative që janë të tepërta, pastron, purifikon. Sa e rëndësishme është neve të qëndrojmë larg smirës, larg xhelozisë, dhe lidhen këto me energjitë tona? Patjetër. Lidhen shumë me çakrën e parë dhe me çakrën e tretë. Çakra e parë është ajo që ne na lidh me stabilitetin ton në përgjithësi. Edhe çakra e tretë është ajo që na lidh me atë figurën që ne kemi menduar dhe që ne jemi kur paraqitemi të këtë tjerët. Ajo maska që ne i kemi vënë shpirtit për të jetuar këtë jetë këtu. Zakonisht një person që është smirëzi, themi ne, apo që është xheloz ndaj të tjerëve, do të thotë që nuk është në ekuilibër me atë që ai do të bëjë në këtë jetë. Nuk e ka të qartë se çfarë do të bëjë dhe çfarë do lloj gjëje që është një arritje e një personi tjetër që ndoshta nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë person që është xheloz, e bën që të ndihet xheloz sepse nuk ndihet i përmbushur brenda. Ajo lloj energjie bie mbi personin në një farë mënyre, le të themi ndikon energjinë e personit tjetër. Duhet të kesh parasysh që
Trupi ynë energjetik është aq i madh sa po të hapim ne krahët nëse për qark, është akoma trupi ynë energjetik. Edhe akoma më i madh se sa hapja e krahëve tona nga të gjitha anët. Edhe kur ti ke ngjitur apo afër një person që është duke të par keq në një farë mënyre, është duke të folur keq apo duke menduar keq për ty, ato energji ti i thith, sepse është sikur ti e duke e përqafuar atë, edhe me trupin energjetik. Trupat energjetik janë të ngjitur me njëri tjetrin, janë të ndërthurur. Ndikohemi nga çfarë do lloj mendimi që të tjerët mund të kenë nëse përqark nesh. Ajo që duhet të kemi parasysh është që ne të bëjmë një pastrim, le të themi, të këtyre energjive kur e ndjejmë që jemi duke u lodhur apo duke u mbushur apo duke mos duruar më atë ambient apo atë person që kemi pranë. A ekziston magjia ose syri i keq dhe shpeshherë njerëzit që i bën ata i bën në mënyrë të pavullnetshme apo çdo gjë është e programuar në mënyrë dashakeqe? Ka disa lloje, ekziston, për fat të keq ekziston. Ka persona që nuk janë të vetëdijshëm në fjalën e keqe që thonë apo nëse sa rëndësi ka ajo fjalë që thuhet. Dhe bëjnë pa dashje, në kuptimin që nuk janë të ndërgjegjshëm se sa keq i bëjnë një personi tjetër apo se çfarë është duke ndodhur. Ka persona që janë në gjendje që edhe të vetëdijshëm, plotësisht të vetëdijshëm, që janë duke bërë një magji të keqe apo duke hedhur një sy të keq ndaj një personi tjetër. Si mund pastrohemi ne nga një energji negative? Shpeshherë populli thotë që të ecësh këmbë zbathur në tokë është një nga mënyrat. Ekziston? Ka lidhje? Trupi ynë, folëm për trupin energjetik. Trupi ynë energjetik është sikur të jetë një vazo që na përfshin trupin ton fizik. Edhe pjesa nga fillimi i këmbëve poshtë, që është pjesa e çakrës së parë, mbushet me këto energjit negative. Do me thonë, në qoftë se dikush na ka bërë një sy të keq, apo na ka bërë një magji, apo ka thënë një fjalë të keqe për ne, ka thënë një sharje të keqe për ne, ajo energji akumulohet në pjesën e këmbëve. Edhe fakti që ti ecën me këmbët zbathur në një bar apo në një tokë të zhveshur, bën që kjo energji të kalojë në tokë, sepse energjia negative shkon shumë lehtë drejt tokës. Mund të bëjmë edhe një larje të këmbëve, për shembull me ujë me krip, që të bëjmë një shkarkim të energjive dhe të emocioneve, që të shkojnë drejt të dalin nga trupi ynë energjetik. Mund të bëjmë, të përdorim ato bimët që zakonisht nënat tona i kishin të zakonshme të kishin një copë rozmarine në dorë, apo një copë bërziloku në dorë, apo menteje në dorë. Që mund edhe të mbajmë ato. Sot mund ta bëjmë me vajrat esencial, dikur e bëni me bimët, mund ta bëjmë prapë me bimët sot. Të mbash një bim bërziloku a rozmarine a mente edhe në vendin ku jeton, apo edhe në vendin e punës, nuk të kushton asnjë gjë. Sa ndikojnë lutjet, meditimi, besimi fetar nga mënyra se si ne rrethohemi me energji? Të kesh një lidhje të drejtë me atë që është qendra e energjisë, që ne e quajmë Zot apo univers apo çfarë do lloj emri ne t'i vëmë, është gjithmonë një përparësi. Le të themi, kemi një letër të fshehur, në kuptimin që kemi një diçka më shumë për të mbrojtur nga energjitë negative. Shpesh thuhet që edhe një fjalë vetme, kur ne thresim në mbrojtje një angjëll apo një Zot apo një pjesë të universit apo një energji mbrojtëse, bën shumë që ne të jemi të mbrojtur për momentin nga çfarë do lloj gjëje që është duke ndodhur e keqe, drejt nesh apo rreth nesh. Meditimi bën atë qartësinë e mendjes, se duhet të kesh parasysh edhe që ne prekemi nga energjitë negative kur ne nuk jemi në ekuilibër me veten tonë, po që se ne jemi në ekuilibër, asnjë gjë nuk mund të na preki. Domethënë që ai trupi energjetik është aq i fortë se nuk mund ta kaloj asnjë energji negative kur ne jemi komplet në ekuilibër. Është e vështirë të arrish këtë ekuilibër, ta kesh gjithmonë, ta kesh tërë kohën, sepse mund ta kesh në një moment
kur ti je duke medituar në mëngjes, apo kur ti je duke u lutur, apo kur ti je i qetë pranë familjes tënde, po nuk mund ta kesh kur ti je në mes të rrugës, apo kur ti je me persona të tjerë që ndoshta nuk i ke marrëdhëniet aq të mira. Aty ku të dhëmb, le të themi, aty ku ka një plagë në trupin energjetik, aty futet energjia negative. Aty ku ka një bllokim të asaj qendrës energjetike, aty futet energjia negative. Në qoftë se ti e mban të pastër trupin energjetik me meditimin e përditshëm në mëngjes edhe në darkë, apo me përdorimin e pastrimit të trupit energjetik me anë të lutjeve, me anë të mantrave, me anë të muzikave që janë të ndryshme, atëherë je më i mbrojtur. A keni hasur raste që ndoshta nuk mund të shpjegohen me logjikën e zakonshme? Gjithmonë ka një shpjegim. Edhe pse unë besoj tek gjithçka që gjithçka mund të ndodhi në këtë tokë, prapë ka një shpjegim. Se sa ne jemi në gjendje që ta kuptojmë atë shpjegim, kjo është tjetër gjë. Nëse ne kemi tabu që nuk i pranojmë dot, atëherë themi që nuk është e mundur që të ndodhi kjo gjë, le të themi ky shërim apo kjo mënyrë të prezantuarit të një energjie apo të marrit të një informacioni, po gjithçka është energji. Gjithçka në këtë univers është energji dhe ne nuk duhet që të ngelim gojë hapur në një farë mënyre. Duhet vetëm që të provojmë ta kuptojmë. Objekte ndryshme që ne mbajmë në shtëpi ndikojnë energjitë, fotografitë e një personi që ka ndruar jetë, ndoshta fotografi që janë nga më të ndryshme, por që ndikojnë në këto lloj aspekti. Ka disa aspekte që duhen marrë parasysh. Nëse ke në shtëpi fotografinë, për shembull kam fotografinë e mamas time, të babait tim që kanë ndryshuar jetë, për mua janë shpirtra të mirë. Domethënë që në çfarë do lloj momenti të jetës time të jem, ata do jenë gjithmonë mbrojtës të mi, sepse janë prindërit e mi. Nëse ka persona apo ne kemi fotografi shumë të vjetra që mund të jenë të tejkaluara në kohë, le të themi, që nuk kanë më lidhje shpirtërore me ne, nuk kanë më një lidhje të fortë energjetike me ne, që mund të jenë edhe i katragjyshit, për shembull. Sepse tani ne nuk i kemi këto foto në shtëpi, por në botë ekziston një fotografi apo një pikturë e një paraardhësit shumë të largët. Ato mund të mos kenë më një lidhje shpirtërore me ne, edhe mund të sjellin edhe energji negative në një farë mënyre. Nga njëra anë na kujtojnë ato që janë të bukurat edhe të këqijat e ADN-s tonë, fisit tonë, sepse ne jemi ata persona. Brenda nesh janë dhe ata persona. Kështu që nuk mendoj se duhet të kemi frikë nga këto gjëra. Por ka disa objekte të tjera përveç fotografive, si për shembull një robë shumë e përdorur, një dhuratë që të ka ardhur nga ti nuk e di se kush edhe se çfarë energjie i ka dhënë, një diçka e blerë në një shtet shumë të largët apo edhe në një shtet të afërt apo edhe në një vend të afërt, por që nuk të është dhënë me dashamirësi. Duhet kesh më shumë frikë, besoj, nga këto gjëra që sesa nga fotografia e një gjyshi. Me që si u e cekët pak sa, a është mirë që të marrim rrobat përdorura? Edhe po edhe jo. Mund të ripërdorësh shumë gjëra, po duhet të kesh kujdes që përveç larjes të bësh edhe një pastrim energjetik. Ato janë fibra, sidomos kur janë fibra natyrale, jo fibrat sintetike, po fibrat natyrale mbajnë një memorie për shumë kohë. Kështu që varet edhe nga personi që i ka veshur më përpara, çfarë i ka ndodhur atij personi që i ka veshur, çfarë energjie ka ai person, çfarë ka bërë kur ka pasur veshur ato rroba. Kështu që një pastrim energjetik unë do ta bëja përpara se t'i vishja. Ju vetë si e dalloni që një person ka energji të mirë, por një energji jo të mirë, negative, le të themi, dhe si mbroheni? Si dallohet e dallojmë të gjithë, besoj. Ne themi, në italisht është një shprehje që thot apele, me lëkurë unë ndjej, domethënë sapo i afrohesh një personi ti e ndjen në lëkurë, që është trupi energjetik, që është duke e larguar atë person apo duke afruar pranë teje. Ne jemi në gjendje që ta ndjejmë këtë gjë. Edhe ti, edhe kushdo tjetër është në gjendje siç jam dhe unë në gjendje ta ndjej këtë gjë.
për ta parë në ajo lloj energjie apo ai person është për kohë të gjatë negativ apo pozitiv ndaj meje, duhet të jetosh, ta jetosh për ditë. Ka momente që ti shkon e pi një kafe me një shok apo me një shoqe edhe thua sa u lodha nga kjo kafe, edhe pse kanë qenë gjysmore që ti ke ndenjur i ulur në kafe me atë. Apo të ka ardhur në shtëpi, të ka vizituar një person dhe thua, shqyqyr që iku se më lodhi. Ato janë personat që kanë një energji negative, apo që me energjinë tënde bie në kontrast, sepse nuk është e thënë që ajo energji të jetë vetëm energji negative, bie në kontrast me energjinë tënde. Ndërsa ata persona që ka persona të tjerë që ti ulesh aty për orë të tëra, je duke diskutuar për gjitha llojet e gjërave dhe nuk lodhesh. Dhe ke dëshirë të vazhdosh të qëndrosh. Kjo do të thotë që energjitë janë duke u përputhur, që jeni duke marrë nga njëri tjetri diçka pozitive. Fakti që shpeshherë në për familje neve shohim që ka konflikte nga më të ndryshmet, ndikojnë në energjinë e asaj familjeje, në të gjithë anëtarët që ajo ka? Ndikojnë shumë. Ndikohesh edhe në momentin që një person që është pak më negativ në familje vjen brenda në shtëpi apo je i ulur në të njëjtën tavolinë me të, ndikon në energjinë mentale, mendore të gjithë personave që e rrethojnë. Mund të bësh diçka, në kuptimin që mund ta ndihmosh atë personin që të kuptoj që është duke shpërndarë energji negative, që është negativ në ato momente. Mund edhe vetëm të mbrosh veten tënde, po që se nuk e ke mundësinë që t'ia thuash. Si shpjegoj që shumë persona kanë vetëm fat të keq ose thithin fatin e keq? Edhe si mund të qëndrojnë larg nëse kanë ndonjë mënyrë? Këtu hym në një botë komplet tjetër, që do të thotë që ka persona, ne jemi të krijuar, ne kemi shumë energji që na krijojnë. Këto energji quhen karma, që janë energji të jetëve të kaluara apo të kësaj jete, apo të gjeneratave të kaluara që ne i jetojmë në këtë jetë. Shumë persona, apo ka persona të tillë që duhet të përballen me këtë energji që kanë akumuluar në jetët e kaluara apo në këtë jetë. Edhe duan apo s'duan të vijë një moment që ajo do kthehet. Ai negativitet që ti ke bërë do kthehet. Duhet ta përballojnë. Vetëm duke e përballuar energjinë negative mund atë fatin e keq që ne themi, mund ta tej kalosh edhe të futesh në anën e mirë të gjës. A janë dy gjëra të ndryshme apo një person që beson tek energjitë mund besoj edhe në Zot? Për mua energjia është Zot. Nuk ka një konflikt me Zotin dhe energjisë. Energjia Zoti është energjia primare, është ajo, le të themi, bomba energjetike që ka krijuar gjithçka, ai është Zoti. Gjithçka që është rreth e përqark apo që ka krijuar që ne jemi këtu është vetëm thuhet që është vetëm 5% e botës materiale që ekziston. Nëse ti e mendon se si është i krijuar universi, 90-95% e universit është bosh. Ajo është energjia. Ai është Zoti. Ai boshllëku aty që është i gjithanshëm. Edhe ti je vetëm 5% kjo që ti sheh, kjo dorë që ti sheh apo çfarë do lloj gjëje është vetëm 5% e asaj që ti je. 95% e asaj që ti je, nëse ti merr atomin për shembull se si ti je krijuar, apo se si çdo gjë në këtë tokë është krijuar, është 5% materiale që ne e quajmë ne, këtë botë materiale dhe jo pjesë e Zotit, dhe pse është dhe ajo pjesë e Zotit, edhe 95% energji, bosh. Ajo është Zoti. Është gjithandej. Nuk mund të ketë një konflikt mes energjisë dhe Zotit, është e njëjta gjë. Qartë, pasja apo mos pasja e parave, a ka të bëjë me energjinë? Fakti ata që kanë para më shumë, ndoshta kanë energji më shumë pozitive ose anasjelltas? Ka të bëj me se sa në ekuilibër ti je me veten tënde, ka të bëj me çakrat që janë këto qendrat energjetike. Çakra e parë që është çakra e stabilitetit, e jetesës në këtë tokë, që e abondancës, se di se i thonë abondancës në Shqip, e të pasurit shumë, domethënë, kjo tokë ne na jep gjithçka që na duhet për të jetuar. Se sa ne jemi në gjendje që të mbledhim,
është pjesa e energjisë tonë. Në qoftë se ne nuk jemi në gjendje që të mbledhim, atëherë do jemi më të varfër apo më të pasur në krahasim me se sa jemi në gjendje që ta përdorim energjinë e kësaj çakrës së parë. Kur neve manifestojmë gjëra, shpeshherë neve manifestojmë sikur do të takojmë një person që kemi shumë kohë pa e takuar dhe befas ai shfaqet në rrugë. Ky manifestim është një lloj energjie? Unë do ta fusja më shumë këtë përshkrim, do ta fusja më shumë tek intuita. Domethënë është një bashkëbisedim me intuita apo me telepati, ne e quajmë edhe telepati, që të bën që ti të ndjesh sikur të kesh një radar që ai personi do jetë afër teje. Ne jemi, siç thash, energji, gjithçka jemi energji. Dhe në qoftë se kemi një lidhje, për shembull një shok të vjetër fëmijërie që kemi shumë kohë pa e takuar, jemi në gjendje që po ta lëmë veten tonë, mendjen tonë të lirë, të kuptojmë edhe se kë kemi anës e përqark nesh. Kur ti e sheh në ëndër për shembull apo e mendon sa po zgjohesh në mëngjes, do thotë që në të njëjtin rreth, le të themi energjetik, është duke u futur dhe ai person. Dhe është intuita ajo që të bën që ta takosh atë mëngjes. E ke ndjerë përpara se ta takosh. Cili është mesazhi juaj për ata persona që janë skeptik ndaj energjive, si atyre pozitive dhe atyre negative? Provo gjithmonë. Nuk kemi pse të kemi frikë nga energjitë, sepse ne jemi energji, nuk mund të kemi frikë nga vetja jonë. Nuk kemi pse të themi që nuk ekzistojnë pa e provuar. Provo. Nuk duhet të besosh në energji, duhet vetëm të provosh, nuk është besim. Dhe në fund ju të mbani një retreat më datët 25 dhe 26 korrik në Gjinar të Elbasanit me titullin Rikthim tek vetja. Do fokusohet më shumë tek energjitë, tek ne, tek për zbuluar më shumë çakrat tona, nuk e di se si mund ta përshkruaj. Është një retreat që ka të bëjë edhe me pjesën e trupit energjetik, pranayamën, të gjitha ushtrimet që ne na sjellin në vetvete, na largojnë nga çfarë është zhurma që kemi anës e përqark nesh, edhe të shohim dhe të njohim më shumë veten tonë. Ka të bëj edhe me anën psikologjike të personit, edhe me anën energjetike të personit, edhe me anën artistike të personit. Jemi 2 veta në këtë retreat që e organizojmë, është një shoqja ime që është artiste edhe do të punohet nga ana e saj me argjilën dhe me pikturën, duke lënë veten të lirë për të parë se cilat ngjyra ti zgjedh, se çfarë formash ti krijon, çfarë pikturash, çfarë pikturon, për t'i dhënë një kuptim asaj që ti botës tënde të brendshme. Dhe nga ana ime do të jetë pjesa e anës energjetike, e meditimit dhe e aromaterapisë, përdorimi i vajrave esencial, i aromave për të kuptuar ndjenjat tona, për të kuptuar ku mund t'i kemi ato bllokime energjetike. Zonja Vogli, shumë faleminderit që ishit me ne, faleminderit shumë për mesazhet që dha dhe faleminderit më shumë që na hapët syt nëse flas me gjuhën e popullit ndaj energjive dhe gjërave që shpeshherë neve dhe kemi frikë për të folur. Faleminderit juve. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.